Përshëndetje, sot dua të jap një mesazh për të gjithë ju që më ndiqni dhe më shikoni. Ka ardhur koha, mbas të gjitha këtyreve terapive, trajnimeve të ndryshme që kam bërë me vite me radhë, të ndaloj të jap energji tek njerëzit që nuk marrin përgjegjësinë për veten e tyre. Dhe kjo është një mesazh për të gjithë ju, jo kritik, jo refuzim, që kaloni kohën në për telefona, në për gjëra të tjera, harxoni lek për darka dhe dreka, për rroba dhe për çfarëdo gjë tjetër dhe nuk investoni për veten tuaj. Unë kam investuar dhe investoj akoma për të bërë trajnime të ndryshme dhe terapi të ndryshme në terapistët të tjera akoma, që të jem në një frekuencë më të lartë, sepse kur duke u ngritur në atë frekuencë dhe ju që vini pranë meje, do vini në atë kohë që të merrni atë frekuencën e lartë të timen. Çdo gjë është jap edhe marr. Dhe kjo është balancë dhe harmoni. Dhe shpirti im, misioni i shpirtit tim ka ardhur të sjellë harmoninë brenda meje dhe ta shpërndaj atëherë tek ju. Nuk mund të mësoj unë balancën dhe harmoninë nëse unë e njëjta nuk mund ta respektoj atë. Dhe po kam bërë shumë gabime. Dhe nuk janë gabime, janë mësime. Prandaj ky mesazh është për të gjithë ju. Dhe me dashuri dua t'ja u them që nuk jam më e disponueshme për asnjë person që merret me thashetheme, që nuk vlerëson veten e tij dhe nuk investon për veten e tij. Nuk jam e disponueshme për njerëzit që qëndrojnë vetëm në mjerim, në ankim, dhe kur vjen puna që të punojnë me veten e tyre dhe të investojnë, të rriqen dhe presin vetëm të marrin dhe jo të jenë në balancë. Shërimi nuk është fjalë, nuk është veprim. Shërimi është marrje e përgjegjësisë dhe punë personale. Mos prit të ndryshoj jeta duke u marrë me fjalë, në mjerim, në ankesë, duke mos bërë asnjë gjë ndryshe nga ato që ke bërë deri tani. Mos prit të rriten të ardhurat e tua, në qoftë se ti frekuencën tënde ke këtu dhe frekuenca parave, kam thënë gjithmonë, është këtu. Nuk mund të takohen. Janë në krah të kundërt. Kur ti punon me vete, mund të takosh frekuencën e parave këtu lart. Nuk mundesh me thashetheme, me të dërguara mallkime, me të thënë fjalë të këqija, për t'ja u hedhur përgjegjësinë të tjerëve dhe mos marrësh tënden, dhe duke punuar me hile të ndryshosh jetën tënde. Gjërat sa po vinë dhe po shtrëngohen në univers, e shikoni dhe vetë. Dhe nëse lexoni Agjentën Magjike që kam bërë në Shqip, them që deri në 2030 do vi balanca dhe harmonia në univers. Do vi kur ne, sikush nga ne, të jemi të përgjegjshëm, sikush të punoj për veten e tij dhe mos bëjmë gjëra tek tjetri ato që ne nuk duhet dhe nuk duam të na i bëjnë. Kjo është ndërgjegje, kjo është përgjegjësi. Dhe nuk mund të ndryshosh asnjë gjendje nëse ti thua unë nuk kam faj dhe kam faj të tjerët. Atë që po ju them dhe unë tani, nuk po them ma kini fajin ju, por marr përgjegjësinë e vetes time, të qëndroj në veten time, të mbroj energjinë time, të jem në vendin e terapistes, të çlodhem dhe mos harxoj energji në njerëz që më marrin dhe të njëjtat dhe duhet t'i dëgjoj. Dhe shumë e rryra në fatkeqësi, në gjyna që t'i dëgjonja, t'i ndihmonja, dhe ato më kthyen mbrapsh, sepse duhet të ndaloj në këtë periudhë, në këtë kohë që jam,
në eksperiencën që kam, në trajnimet që kam bërë, të ndaloj të jap në njerëz që nuk duan të ndryshojnë jetën e tyre. Sepse unë si mësuese, si terapiste, jam e njëjtë për shumë njerëz. Por disa bën ndryshim dhe disa nuk ishin gati të bëheshin. Po, dhe kam daluar të merrem me njerëz që nuk duan të merren me veten e tyre. Sot deklaroj se jam e hapur e disponueshme për njerëzit që vërtet duan të punojnë me veten e tyre. Dhe më vjen keq që nuk mundem më të harxoj kohën me njerëz që nuk bëjnë diçka për veten e tyre. Dhe kjo nuk është refuzim. Kjo është dashuri për veten dhe kjo është këthim tek vetja ime dhe respektimi i energjisë time dhe investimi që kam bërë dhe bëj gjithmonë për veten time që të jem në frekuenca të larta dhe punën personale, po dhe kam paguar dhe paguaj shumë para që janë energji për të qenë këtu. Kam lënë familjen, kam humbur kohën time dhe kam udhëtuar në për shtete të tjera, në për qytete të tjera, kam net pa gjumë që mësoj, lexoj dhe që të jem në një frekuencë të lartë. Prandaj ju dua shumë dhe ata që vërtet janë gati të bëjnë diçka ndryshe, jam këtu për të udhëhequr, për të dhënë dorën, por rrugën do ta bësh ti, sepse udhëtimi jot, karma jote, mësimi jot është tendi dhe nuk është imi. Unë jam këtu të them, sepse ka zgjidhje në çdo problem të vogël apo të madh që ka, dhe të mësoj si ti shikosh të gjitha këto problemet dhe gjithçka që të ndodh dhe të zgjohesh, të vesh kufij, të kthesh dhe ti tek energjia jote, të duash veten dhe mos japësh shumë tek të tjerët, që të mbetesh në mjerim, në pakënaqësi, sepse kur jap dhe pres, ajo nuk është e dhënë, ajo është e dhënë në pritje dhe nuk ke ndërrim energjie, ndaj të vinë lëndë të gjitha gjërat, a shumë si më kanë ardhur mua më parë, vetëm që duhet të kuptonja. Prandaj ju dua shumë, jam e gatshme këtu për të gjitha ata që janë të gatshëm vërtet të ndryshojnë jetën, sepse energjitë e universit sa vjen dhe po forcohen dhe vërtet do hapen rrugët për të gjitha ata që do punojnë. Mos harroni që nuk erdhëm këtu të ham vetëm bukë edhe të punojmë, erdhëm të jetojmë dhe të evolojmë. Dhe këta mund ta mësosh duke bërë analizën e artës, të evolucionit të shpirtit, vetëm me ditën e ditëlindjes, të mësosh misionin tënd, karmën, si të bllokojmë paratës, si ti zhbllokosh, kush është shëndeti jot, tendencat, pse sëmuresh, edhe nëse je sëmur, si të largohesh nga ato. Nuk kemi nevojë për ilaçe, sepse çdo trup mundet të bëhet terapist i vetes të tij, por kur është gati dhe kur merr vendim. Unë jam këtu për të gjithë ju që vërtet duani të bëni diçka ndryshe. Gjithashtu, jam dhe mësuese dhe trajnere që mundet ta marrësh dhe ti metodën e bërjes të hartave dhe të informacioneve të jashtëzakonshme për veten tënde, për njerëzit e familjes dhe pse jo të marrësh diplomë, të punosh dhe me njerëz të tjerë. Sepse nuk e ardhur vetëm të punosh si roboti në një punë, edhe të vesh në darkë i lodhur, edhe në mëngjes të ngrihesh ti ikësh prap në të njëjtën punë. Ke ardhur për gjëra të tjera, sepse kot nuk zgjodhe të lindesh në Shqipëri, kot nuk je zgjedhur të lindesh në këtë kohë që universi bën ndryshimin e tokës dhe të energjisë. Je një shpirt i madh, po puna është që të duash të lidhesh me atë shpirt. Dhe atë lidhje dhe zgjidhjen e gjen duke filluar të bësh artën e shpirtit. Ju dua shumë, ju falenderoj. T'jeni mirë.